Në këtë skenë të re të serialit Qyteti i Largët, Sadakati përpiqet t'i hap syt Aliës. Giani nuk do të heqë dorë nga ty, edhe Borani nuk do të lërë kurrë. Ajo e sheh qartë situatën, dy burra që luftojnë për te, një konflikt që nuk ka zgjidhje të thjeshtë. Sadakati bëhet më serioze. Borani do të hap gjyqe, do të shpallë të pavlefshme martesën tënde me Gianin, dhe me renda, edhe nëse do të ndahesh, ai nuk do të ta jap fëmijën. Dhe kjo prek pikën më të dobët të Aliës, djalin e saj. Sadakat nga ana tjetër jep një zgjidhje ekstreme. Merre djalin dhe ik, shko diku ku askush nuk të gjen, as Gian dhe as Boran. Por qëndrimi i Aliës është krejt i vendosur. Unë nuk do të rrim me Boranin, do të jem gruaja e Gianit dhe do të qëndroj me te. Ajo zgjedh hapur Gianin, refuzon çdo frikë apo presion. Në atë moment dërryn Giani, dëgjon bisedën, nuk pranon që Alia të largohet, i thot indirekt Sadakatit të mos ndërryj. Në këtë skenë, Nare zbulon se është Hazan, lumturia e Shajinit është e pafund. Por ajo e thiden se duhet të arrisin fëmijën larg e xhmelit. Giani thot Aliës se sa shumë e do, Alia i përgjigjet me të njëjtën ndjenjë. Ata janë të lodhur dhe të plagosur, fizikisht dhe emocionalisht, por pavarësisht gjithçkaje, zgjedhin njëri tjetrin. Dashuria e tyre bëhet më fortë në mes të vështirësive. Në këtë skenë Kaja është shumë mbrojtës dhe xheloz. Zerrin është bllokuar mes së kaluarës dhe dashurisë së re me Kajën. Fëmia që i lidh edhe më fort, dashuria e tyre edhe më fort por e rrezikuar. Kjo është një nga ato skena ku romanca dhe rreziku ecin bashk. Por përsëri ata fillojnë të ndërrojnë për fëmijën, flasin për gjinin dhe pamjen e tij. Kaja bëhet shumë romantik dhe shpresplot. Pavarësisht rrezikut, ata besojnë tek e ardhmja. Alia këshillon Gianin që të kujdeset për veten dhe të pi ilaçet në kohën e duhur. Gjithashtu ajo e njofton se sot ka një program në një fshat, një aktivitet për ndërgjegjësimin për shëndetin e grave, ku do të mbaj edhe një fjalim, do të shkoj atje por do të kthehet para mbrëmjes. Ndërsa Giani thot se kudo që ajo shkon, çon shpresë dhe se është një doktoreshe mrekullueshme. Me këto fjalë, Gian e mbështet dhe e vlerëson, ndërsa në këtë skenë, Nadim shkon të vizitojë Demirin në spital, por Demir është i mbushur me zemërim dhe dyshim. Ai akuzon të Atin për tradhëti dhe marrëveshje të fshehta, ku e përmendte edhe vrasjen e të vëllait të tij, motiv shumë i fortë akmarrjeje. Nadim qëndron i ftoftë dhe nuk jep llogari. Kjo skenë zhvillohet në një atmosferë shumë të tensionuar brenda familjes, ku nëna shpërthen nga dhimbja dhe zemërimi. Ajo nuk e pranon dot faktin që ndërkohë që djali i saj ndodhet në paraburgim, të tjerët vazhdojnë jetën normalisht, madje edhe duke luajtur me nipin e saj. Për te kjo duket si mungesë respekti dhe ndjeshmërie. Nga ana tjetër, Alia përpiqet të qetësojë situatën, duke shpjeguar se nuk ka asnjë qëllim të keq, thjesht një fëmijë që kërkon pak normalitet në një situatë të rëndë. Situata përshkallëzohet me një telefonat me Nadimin, ku zbulohet thelbi i konfliktit. Nadim kërkon kontroll të plot mbi transportin në Albora. Ai përdor si presion ndryshimin e dëshmisë për Boranin, pra liria e Boranit lidhet drejt për drejt me një marrëveshje të rrezikshme. Por Gian nga ana tjetër refuzon kategorikisht, duke vendosur kufi të qartë. Nuk pranon helm, nuk pranon tradhëti dhe nuk pranon aktivitete të palikshme. Kjo tregon një përplasje mes moralit dhe mbijetesës. Tensioni arrin kulmin kur vjen lajmi. Prokuroria ka vepruar. Boran është dërguar në gjykat me kërkesë për arrest. Rrezikimi i burgut bëhet real dhe i menjëhershëm. Në atë moment drama bëhet personale dhe e dhimbshme. Sadaka thyet emocionalisht dhe lutet për ndihmë. Fjalët e saj tregojnë dëshpërim dhe frikë. Ajo e di që djali i saj mund të mos e përballojë burgun. Në këtë skenë, Borani ndodhet në burg dhe është i dëshpëruar, i friksuar dhe i zemëruar. Ai kërkon me ngulm që Gian të bëjë një marrëveshje me Nadimin për ta nxjerrë nga burgu, pa marrë parasysh pasojat. Nga ana tjetër, Giani përpiqet t'i shpjegojë se kjo marrëveshje do të shkatërronte gjithçka që ata kanë ndërtuar, pasi Nadim kërkon kontroll total mbi tokat dhe aktivitetet e Alborës. Debati përshkallëzohet në akuza personale. Borani akuzon Gianin se nuk po e ndihmon dhe se po mendon për interesa të tjera.
Giane akuzon Boranin për egoizëm dhe për mos kuptim të rrezikut. Situata bëhet edhe më emocionale kur Borani shpreh frikën se do të kalbet në burg dhe nuk do të mbijetojë, ndërsa Gian mbeti i palëkundur në vendimin e tij. Duke parë gjendjen e Boranit, Sadakata është e shkatëruar dhe kërkon të shpëtojë djalin me çdo kusht, ndërsa Gian përpiqet ta ndalë sepse çmimi është shumë i madh, toka, pushteti. Konflikti mes dashurisë së nënës, drejtësisë dhe përgjegjësisë. Alia falenderohet nga pacientët për kujdesin dhe sjelljen e saj njerëzore, ndërsa vetë thekson se po bën thjesht detyrën. Më pas, Alia mban një fjalim për rëndësinë e diagnostikimit të hershëm të kancerit, duke theksuar se informimi dhe ndërgjegjësimi shpëton jetë. Në thelb, kjo skenë përcjell shpresë, empati dhe rëndësinë e kujdesit ndaj njerëzve. Seanca nis me prokurorin që lexon akuzat zyrtare. Borani akuzohet se ka shkuar natën në kompaninë Bajbaras dhe ka vrarë me armë zjarri Sulejman Bajbaras. Prokuroria mbështetet kryesisht te dëshmia e Nadim Bajbaras dhe kërkon arrestimin e menjëhershëm, duke e cilësuar veprën si vrasje me dashje. Më pas, ndërhyn avokati mbrojtës, i cili përpiqet ta rrëzojë këtë akuzë. Ai thekson se dëshmitari është i afërmi i viktimës dhe se mes familjeve ekziston një hasmëri e vjetër, çka e bën dëshminë jo objektive dhe të dyshimt. Avokati këmbgul se nuk ka prova të forta kundër klientit të tij dhe kërkon lirimin ose të paktën një masë më të lehtë sigurie. Prokuroria kundërshton menjëherë, duke argumentuar se dëshmia është marrë menjëherë pas ngjarjes dhe duhet të konsiderohet e vlefshme, duke mos pranuar pretendimet për paragjykim. Momenti më i fortë i skenës është kur vjen dëshmitari, pra Nadim Bajbaras, kërkon të flasë përsëri. Ai ndryshon rrënjësisht deklaratën e tij, pranon se atë natë kishte errësirë, se nuk ishte plotësisht i sigurt për atë që pa dhe se mund të ketë gabuar. Madje shkon më tej duke deklaruar se viktima nuk është vrarë nga Boran Albora. Kjo kthej strondit gjithë çështjen, pasi dëshmia kryesore humbet besueshmërinë. Gjykatësi e merr parasysh këtë kundërshti dhe thekson se provat nuk janë më të mjaftueshme për një arrestim të plotë. Por të gjithë e kuptojnë që dëshmia është ndryshuar për interes personal. Boran lirohet, por tensioni rritet. Exhmel shihet si person i rrezikshëm dhe manipulues. Konflikti mes familjeve dhe aleancave përshkallëzohet. Ndërsa tek kjo skenë zhvillohet mes një marrëveshjeje të fshehtë dhe kërcënimeve. Fillimisht duket sikur palët kanë arritur një dakordsi, dëshmia është ndryshuar dhe gjithçka duhet të mbetet e fshehtë. Por shumë shpejt bëhet e qartë se kjo marrëveshje bazohet në frikë dhe shantazh. Exhmel që mban sekretin zbulon të vërtetën tronditse. Vrasësja e Sulejman Bajbaras nuk ka qenë rastësi. Ai është porositur vite më parë dhe pikërisht nga Nadimi, dhe faji është hedhur mbi Boran Alborën për të fshehur të vërtetën. Ai tregon se ka prova dhe dëshmi nga vetë vrasësi, duke vendosur tjetrin në një situatë pa rrugdalje. Ndërsa kjo është një bisedë midis Exhmelit dhe Boranit. Exhmeli, djali im, nuk do të lejoja që ta kaloje jetën këtu. Nëse nuk do të isha unë, ti do të rrije këtu. Ky vend do të shkatroj dhe do të kalpte këtu brenda. Shikon Nadimin, nuk është aq e vështirë sa mendon. Ai kërkon vetëm para ose gjithë pasurinë tonë. Por unë nuk mund ta mendoj kështu. Duhet të isha pranë teje. Unë do të pres. Me këto fjalë, Exhmeli përpiqet të krijojë një lidhje besimi me Boranin, duke u paraqitur si i vetmi që është realisht në anën e tij. Gian shkon për të marrë Alien, por rrugës përballen me një aksident që ka bllokuar rrugën, duke i penguar të kthehen në shtëpi. Për shkak të lodhjes dhe situatës së papritur, Giani vendos që të kalojnë natën në hotel. Kur mbërrin, ai kërkon 2 dhoma të ndara, duke ruajtur distancën dhe seriozitetin e tij, por kjo krijon një moment tensioni të lehtë mes tyre. Alia fillon të ngacmojë Gianin në mënyrë të butë dhe lozonjare, duke e sfiduar emocionalisht. Kalojnë në afërsi emocionale. Pas një dite të gjatë dhe të lodhshme, tensioni mes tyre shndrohet në ndjenjat më të sinqerta. Ata afrohen emocionalisht dhe përjetojnë një moment romantik, ku nuk ka më bariera mes tyre.
Të dy përfundojnë duke fjetur në të njëjtin shtrat, gjë që simbolizon afërsinë dhe besimin që po ndërtohet mes tyre. Në mëngjes, ata i shprehin njëri tjetrit ndjenjat e dashurisë, duke e bërë të qartë se marrëdhënia e tyre ka kaluar në një fazë më të thellë emocionale.